Mi mbrëma shikues të nderuar, të rëtëjisë mirë se takohemi në emisionin Debati i Lirë. Për sonte do të realizojmë këtë debat përmes një lidhje të drejtë për drejtë me Magjistër Amir Shabani, njësi marrëdhënieve ndërkombëtare. Do të flasim për Gazën e harruar, e cila pothuajse u shkatruar tërësisht. Njëkohësisht do të flasim edhe për deklaratat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, por që deklaratat të cilat njihen përmes mediave vizive, por çfarë duhet të bëjë Turqia më shumë rreth ndihmës së saj për të ofruar Gazës apo Palestinës, pashtu edhe heshtja tashmë e kahershme e lindjes së mesme apo vendeve arabe ka bërë që Gaza pothuajse të shkatërrohet tërësisht. Çfarë po ndodh me këto ditë në Gaza dhe çfarë do ndodh në ditët e ardhme sipas politikës, do të flasim për Amin, njëkohësisht do të flasim edhe për vendosjen apo idenë e Donald Trumpit, presidentit të SBA-s, për zbrapsjen apo zhvendosjen e popullsisë civile të Gazës në vendet arabe, siç ishte Egjipti dhe Jordania. Nëse kemi Amirin në lidhje, po e përshëndesim nga Prishtina. Përshëndetje. Atëherë, Amir, si duket kemi pak probleme me rrjetin apo me internetin, por shpresojmë që të realizojmë pa pengesa. Çfarë po ndodh me Gazën e harruar? Po i shohim disa deklarata të vazhdueshme televizive të presidentit të Turqisë në mbështetje të Gazës, por janë të mjaftueshme këto deklarata nga një president i fuqishëm, nga një vend i fuqishëm, apo çfarë duhet bëjmë më shumë? Sa i përket çështjes së Gazës, me të vërtetë është një çështje e harruar nga bota e modernizuar, për faktin se lufta apo konflikti që po ngjan në Evropën lindore, pra konkretisht mes Rusisë dhe Ukrainës, gati nuk ka mbetur cep i botës pa pasur koncentrimin rreth kësaj ngjarje, ndërsa konflikti në Gaza ka bërë që të harrohet edhe përkundër faktit se janë bërë më shumë se 7 dekada në konflikt të vazhdueshëm me izraelitët. Ajo që pritet të ndodhë normal, do të thotë apo që ishte një feedback kundrejt kërkesës presidentit Trump që do të largohen populli i Gazës nga aty, në mënyrë që se të rindërtohet apo ai vend, u dha një përgjigje negative për presidentin Trump, pasi që vendosën që kenë aty dhe një qëndrim i tillë i u bashkuan për së fundi herë edhe shtetet arabe, ku do të refuzojnë një kërkesë të tillë të presidentit Trump dhe insistojnë që lindja e mesme të merret në përgjegjësi pra çështjen e Gazës dhe do të rikthejnë normalitetin e vendit, normalitetin e institucioneve dhe jetën e sigurt dhe paqësore të popullit palestinez. Tek president, pra më i zhurmshëm, nëse mund të themi, është pra Turqia, në fakt në krye me Erdoganin, mirë, po shohim deklaratat të cilat me të vërtetë janë të fuqishme, teorikisht mirë, po praktikisht mbetet ajo që gjendja e njëjtë në Gaza. Po shohim edhe reagimet e disa qytetarëve ndonjëherë që nëse mund të themi kështu kushtimisht janë të pakënaqur me deklaratat e Turqisë, presin diçka më konkrete. Sa i përket zërave të më së shumti që janë më të ngritur në linjën e mesme, padyshim se është pra Turqia, konkretisht presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili edhe pse ndodh që të duket sikur një deklarata të dhëna vazhdimisht, pritet që të ndërmirën edhe hapa konkret për këtë, sa i përket sjelljes së paqes dhe stabilitetit në Palestinë. Sikur se ndodhi edhe në Siri, edhe të menduar se intensiteti i interesit për të sjellur paqen në Siri ishte i humbur nga Turqia, por pikërisht nga Turqia u sjell një kontribut goxha i madh për të stabilizuar Sirinë. Mendoj se e njëjta do të ndodhë edhe në Palestinë, pasi që shteti i vetëm që nuk e harron dhe vazhdimisht e ka në fjalë kyçe përmendjen e Palestinës është Turqia. Apo planifikohet ndonjë strategji apo ndonjë ndërhyrje qoftë ushtarake apo diplomatike e Turqisë për në Palestinë,
Mbetet pak sa enigme pasi që çështja e Palestinës momentalisht tani është pak më e vështirë se ajo e Sirisë, pasi që agresori në Siri, Bashar al-Assad, në atë periudhë pra më vetë se ishte larguar nga vendi, ndërsa këtu problemi është se konfrontimi ndodh mes dy shteteve vazhdimisht. Pra nuk është problem nga shteti, por është konflikt mes dy fqinjeve ta them. Dhe do të nga ana tjetër pra duhet sillet një paqe fqinjësore mes vendeve që edhe Izraeli të jetë dhe të funksionon si shtet normal dhe stabil, dhe nga ana tjetër edhe Palestina të jetë një shtet stabil dhe të kenë marrëdhënie fqinjësore dhe as pak konflikte me njëra tjetrën. Derisa të arrihet kjo, mund të merr një periudhë të gjatë, por unë mendoj se kjo është një intensitet i Turqisë që mendoj mos po tenton që edhe këtë pikë në lindjen e mesme apo edhe këtë vrim të lindjes së mesme do ta mbulon dhe do të me një farë forme të mbyllet një lloj kapitulli i konflikteve më të vështira ta quaj në këtë rajon. Pra, Turqia nuk është e gatshme, në thonjza për një luftë me Izraelin, por do të mundoj do të punoj sipas strategjisë që ka përdorur edhe në Siri, që të ketë pastaj ndikim në këtë rast edhe në Palestinë apo në Gaza. Po, pikërisht, mendoj metodën çështjes diplomatike nuk do ta lënë në rend të dytë, mirë po edhe ajo kujdesi apo rezerva e ndërhyrjes ushtarake do të ekziston si opsion, pasi që mundësitë apo parametrat shinen të tilla se do të nevoja është për të dyjat, mirë po më së shumti parapëlqehet që jetë vazhdimisht kjo mekanizmi diplomatik. Metoda diplomatike do të jetë ajo që vazhdimisht do ta shfrytëzon Republika e Turqisë në veçanti, po mendoj se edhe shtetet arabe në përgjithësi kësaj radhe do të janë pak më vigjilentë sa i përket çështjes palestineze, edhe për atë që refuzuan kërkesën e presidentit Trump që të largohen pra populli i Gazës nga ripi i Gazës, dhe një angazhim i tillë dhe mobilizim i tillë i lindjes së mesme tani për ta zgjidhur një herë për gjithmonë çështjen palestineze, mendoj se është më e ringjallur se kur dhe shpresoj të jetë në vazhdimsi e tillë që ky konflikt në këtë rajon të zgjidhet një herë e përgjithmonë. Se duket kemi probleme teknike me Amirin dhe nuk po mund të lidhemi, për fat keq na dështoi disa herë dhe tani për tani nuk po mund të realizojmë, sidoqë tjetër falenderojmë Amirin për tash sa kohë që është bashkëpunëtor i rregullt i Radio Televizionit Iliria, duke u kyçur për të trajtuar tema të ndryshme që kanë të bëjnë me arenën ndërkombëtare, po ashtu edhe me zhvillimet në Maqedoninë e Veriut. Me Amirin shumë pak folëm për temën, domethënë për Gazën e harruar dhe për politikat e cilat po i përdor Turqia si një vend rëndësishëm i lindjes, pra mes lindjes mesme dhe po ashtu Evropës dhe njëkohësisht edhe mes SBA-s, po ashtu edhe për politikat e presidentit Erdogan që i ka përdorur tash e sa kohë, që jo çdo herë është kusht që të ndërhyet në mënyrë ushtarakisht apo ushtarake në ndonjë vend, por duke përdorur diplomacinë siç e ka përdorur në disa vende, ka bërë që Turqia të jetë vend i fuqishëm dhe rëndësishëm për zhvillimet si në Siri, po ashtu edhe mes Ukrainës dhe Rusisë, po ashtu edhe në disa vende të tjera të cilat ishin pjesë ish bashkimit sovjetik, e që Turqia aty pra ka një rol shumë të rëndësishëm. Po ashtu sipas Amirit, pra u tha që ndoshta njëtarë në të afërt jo, por edhe Gaza apo Palestina do të jetë siç ka rastin edhe Siria, cila kishte mbështetjen, po mënoj opozita pas rrëzimit të diktatorit Bashar al-Assadit, që pati mbështetjen e menjëhershme të Turqisë dhe të ministrit i jashtëm Hakan Fidan, që vizitoi tashmë presidentin e Sirisë, ku edhe i dha mbështetje të fuqishme edhe diplomatike dhe politike dhe ushtarake, dhe njëkohësisht tashmë kanë edhe marrëveshje të rëndësishme ushtarake dhe strategjike. Një gjë e tillë pret edhe Gazën apo Palestinën sipas Amir Shabanit, ndodhet se në këtë rast ka të bëjë me një konflikt mes dy shteteve dhe padyshim që diplomacia turke është shumë e rëndësishme dhe shumë e kujdesur që në këtë rast çështja është shumë e ndjeshme dhe nuk mund të marrë vendime ose nuk mund të ecë atë shpejt puna siç ka ecur
procesi i dialogu dhe ndërhyrjes dhe marrëveshjeve që i ka bërë me Ahmed al-Shara, presidentin e Sirisë, pasi që në këtë rast Izraeli vazhdon ta jetë pushtues në këtë pjesë të Palestinës apo në Palestinën e harruar, siç që quajta unë në fillim të këtij emisioni. Sipas Amie do të mbetet që ka një vigjilancë të vendeve arabe sipas tij, pasi që na ndërprej lidhje sepse e pyeta për çfarë më saktësisht bëhet fjalë për çfarë vigjilancë të vendeve arabe, ndonse në këtë rast vendet arabe kundërshtuan fuqishëm propozimin e presidentit amerikan Donald Trump se përket zhvendosjes së popullatës nga Gaza në Jordani dhe Egjipt, ku të dyja vendet edhe nga Egjipti edhe nga Jordania kundërshtuan kategorikisht pra këtë ide të Trumpit, gjë që Trumpi së duket edhe nuk është që bëri shumë presion ndaj këtyre dy vendeve, por që padyshim që edhe nuk disa raste, disa herë ka ndryshuar edhe nëse mund të themi fjalët, dhe në këtë rast tash për tash shifet si një lloj zbrapsje e Donald Trumpit sa përket idesë të tij për zhvendosjen e popullatës së pafajshme palestineze në Gaza, në Jordani dhe Egjipt, ku këto dy vendet pra ishin kategorikisht kundër, por sigurisht ka pasur kundërshtime edhe nga vendet tjera, siç është pra Turqia dhe vende të ndryshme të botës arabe apo të lindjes së mesme që ishin kundër zhvendosjes, gjë që ishte kategorikisht edhe më rëndësishmja që vetë palestinezët ishin kundër kësaj ideje, anipse një pjesë e madhe palestinezët dhe botës e panë që ardhja presidentit Trump përsëri në shtëpinë e bardhë pasi një mbulojë gjakut apo një lloj qetësie në botë, pasi që Trumpi o pasi një person që nuk i don luftrat, por që në fakt këtë rast doli kundër asaj, ku pas amposhimit vetë Izraeli pra theu marrëveshjen që cilën e kishte me Hamasin, edhe pas një kohë jo shumë të gjatë tha që kjo gjë është bërë me propozimin, në fakt me pëlqimin e shtëpisë së bardhë në këtë rast të zëvendës presidentit amerikan në shtëpinë e bardhë apo nga udhëheqësja që ka Donald Trump. Në këtë rast pra edhe palestinezët ishin të zhgënjur me idenë e Trumpit, pasi që e pritën që ai do ta ndalë luftën, njëkohësisht edhe kundërshtuan fuqishëm dhe thanë që do të jemi këtu deri në momentin e fundit dhe nuk do të dorëzohemi asnjëherë. Një gjë e tillë kundërshtuar edhe nga organizata Hamas, po ashtu edhe kemi pasur kundërshtime edhe nga disa vende të Bashkimit Evropian, siç është Spanja, Slovenia, kështu me radhë, që kanë qenë deklarata të cilat janë edhe publike për të kundërshtuar fuqishëm idenë e Trumpit dhe kanë thënë që nuk është zgjidhje pra largimi i popullsisë apo zhvendosja e popullsisë së Gazës në vend tjetër, pasi që sipas Trumpit kishte ide të ndryshme, ndërto ishte që Gaza është vend i pasur dhe aty mund të investohet e kështu me radhë, por momentalisht ka dështuar si plan dhe sigurisht do të dështojë pasi që popullsia e Gazës apo palestineze është duke kundërshtuar fuqishëm. Ka se përket pjesës së parë të këtij debati sigurisht për zhvillimet në arenën ndërkombëtare që patëm edhe shumë pyetje për Amirin, por që momentalisht nuk është e mundur lidhja me të për shkaqe teknike të tij, në këtë rast me problem me internetin. Ndërkaq sot në Kuvendin e Kosovës ka pasur zhvillime të reja të njëjta, ku siç e dim ka dështuar përsëri në Kuvendin e Kosovës zgjedhja e kryeparlamentares, në këtë rast të propozuar nga lëvizja vetëvendosje Albolena Haxhiu. Albolena Haxhiu edhe kësaj radhe dhe thotë nuk i kishte votat e mjaftueshme, bilem nga 5-7 vota që i kishte në tentativa tjera, në këtë tentativë të sotshme kishte 54 vota, pasi si duket do të thotë munguan edhe disa deputet të partisë apo koalicionit të fitues në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ndërkaq kryeministri në largim Albin Kurti heshti përsëri para mediave, nuk dha asnjë përgjigje. Mandej disa media quan me një titull shumë interesant, "Çelë guri gojen" para mediave, nuk dha asnjë deklaratë, siç se ka bërë asnjëherë deri më tani, ndërkaq pa disa deklarata të shkurtra në këtë rast nga Ministri i Arsimit, ku tha që pra janë deklarata të njohura pothuajse, nuk i kanë numrat, duhet të reflektoj opozita sipas tyre, ndërkaq opozita vazhdon të thotë se duhet të reflektoj pozita në këtë rast sipas gjasave edhe në 48 orëshin e ardhshëm që do ta kemi një seancë tjetër, kështu sipas rregullës që do të thotë do ta kemi të njëjtën. Atëherë do të mbetet të shifet që edhe këtë ajte do të kemi votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, në këtë rast që është propozuar Albolena Haxhiu, që duhet i ketë 61 vota.
Partitë opozitare vazhdojnë të kundërshtojnë, madje patëm një propozim, idenë nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës që mund ta votojë do të thotë Shqipe Silimin apo Saranda Bogojevcin, por që këto dy emra refuzuan nga lëvizja vetëvendosje, partia fituese, duke thënë se ne jemi fitues dhe ne përzgjedhemi do të thotë kandidaturën apo kandidaten për kryetare të kuvendit dhe jo partitë opozitare, dhe ata thanë që duhet votuar kryetarja kuvendit, këtë rast Albulina Haxhiju, por që Albulina Haxhiju po shihet si një figurë jo unifikuese, madje po shihet që mund të jetë ndoshta Gleok Kunjuca që mund të jetë unifikuese, por që në këtë rast përsëri lëvizja vetëvendosje ka ngulur këmbë që të mos bëjë ndryshim apo të mos dëgjoj opozitën, në këtë rast edhe partinë e të Ramush Haradinaj që mund t'ja votoj kryetarin e kuvendit, por që jo t'ja votoj edhe qeverinë e re që do të duhej përsëri të kishte 61 vota. Spekulimet vazhdojnë të jenë të ndryshme sa përket koalicionit apo të një marrëveshje të mundshme mes Fatmir Limajt të Nisma Socialdemokrate dhe vetëvendosjes, sipas burimeve tona thuhet se ata kanë një marrëveshje, por që tashmë pazari është duke ngritur nga Fatmir Limaj, i cili kërkon njëkohësisht do thotë jetë krye parlamentar, njëkohësisht të ketë edhe disa ministri dhe zëvendësministra, gjë që nuk po pranohet nga kryeministri Kurti, po ashtu kemi edhe komunitete të cilat me pak vota sipas kushtetutës dhe sipas ligjit në fuqia mundson të jenë deputet dhe njëkohësisht të bënë edhe pjesë e qeverisë duke qitur kushte të ndryshme. Në këtë rast e kemi edhe kandidaturën apo kërkesën e Duda Balje, po ashtu edhe të deputetëve të tjerë egjiptian dhe të komuniteteve tjera që janë duke kërkuar nga Kurti pozita të larta, në këtë rast ministria që kryeministri Kurti momentalisht nuk është i gatshëm të japë ndonjë ministri as Duda Baljes dhe as komuniteteve të tjera. Ndërkaq që nga Fatmir Limajt apo nga partia e tij nuk kushton asnjë që kanë pasur takime, ndonse ka disa deklarata nga disa deputet të koalicionit fitues që kanë diskutuar, i kemi votat, por që në fund kemi edhe sot për herë të tetë nëse s'po gabohem, pra kanë dështuar për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, në këtë rast që i takon lëvizjes vetëvendosje pa partisë fituese, e që ka dështuar pasi që nga 57 vota në tentativat e kaluara, kësaj radhe kishte 54 vota. Dhe tashmë është shtyr për 40 tetorshin e ardhshëm që i vije të mbahet të njëjtën e ardhshme, pra këtë enjit edhe mbetet të shifët nëse ka reflektime, por që siç po shifët pa ndërhyrje apo pa presion të faktorit ndërkombëtar nuk do të ketë zgjidhje. Nëse mund të themi fatmirësisht për partitë politike, fatkeqësisht për institucionet kosovane, sepse nuk kemi ambasador të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, kemi një zëvendës pra që nuk kemi ende të akredituar, ndonse sipas disave nuk është interesuar shumë SHBA ta bie një ambasador urgjent, pasi që është duke marrë me problemet e lindjen e mesme dhe pashtu problemet tjera të cilat tashmë Trumpi i ka hapur edhe me Kinën dhe njëkohësisht çështja me Ukrainën, por që ndoshta ta kishme një ambasador amerikan në Kosovë, do të kemi një zhvillim ndryshe, sepse, si që jemi mësuar edhe në të kaluar, pra historikisht, këto ngërçe politike, ngërçe në themelimin e institucioneve kanë ndërhyrë gjithmonë ambasada e SHBA-s apo Shteteve të Bashkuara të Amerikës, këtë rast nga ambasadori që ka qenë, apo ambasadorja, bashkë me ambasadorët e Kuintit që ka të bëjnë pra me të Francës, të Italisë, Gjermanisë kështu me radhë. Por që çuditërisht ambasadorët janë duke heshtur ose përket ambasadorët e huaj në këtë rast, po mbetet të shihet se çfarë do ndodh në ditën e vazhdimme, qenë se nuk ka ndonjë limit kohor për zgjedhja e kandidatit apo kandidatës për krye kuvendar apo për kryetar të parlamentit, dhe mund të shtyhet kështu pra me javë dhe me muaj çdo 48 orë. Njëkohësisht edhe ndikimi i presidentes Vjosa Osmani mund të jetë i fuqishëm, ndonse ajo nuk është momentalisht një figurë unifikuese sipas PDK-s, duke pasur parasysh gjuhën e saj ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, po ashtu sipas zhvillimeve shihet qartë që nuk është që ka punë edhe aq mirë as me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, kështu që nëse mund të përmirësoj dikush situatën, ta ndryshoj dikush situatën, mund të jetë presidentja Vjosa Osmani, por që nga kabineti i saj kanë thënë që janë të gatshëm për të marrë hapa për të ndryshuar gjendjen momentale të kuvendit, por që kanë thënë, pra sipas kabinetit të presidentës, që nuk ka ende ndonjë shkresë apo ndonjë kërkesë nga partitë opozitare.
Por këtë duhet ta bëjë. Vetë presidenti sipas disa analistëve duke i kërkuar partitë apo liderët e partive në takim dhe për të munduar që të sa më parë të konstituohet kuvendi, të zgjidhet kryetari dhe të bëhet qeveria e ardhshme. Pra ka thashë theme të shumta që çakollojnë përmes analistëve politik, përmes politologëve që një gjë e tillë mund të jetë edhe e qëllimshme nga kryeministri Albin Kurti, kryeministri në largim Albin Kurti, pasi që ai ka një interes të ashtyje këtë periudhë kohore deri në një kohë kur ofrohen zgjedhjet lokale, ku në shtator do i kemi zgjedhjet lokale në Kosovë dhe të bëj bashkë zgjedhjet në mënyrë që mund të përfitojë edhe ndonjë komunë, me qenë se siç e dimi ka 4 komuna që i menaxhon, dhe vetëm qytetin e Podojevës që ka prej komunave më të mëdha, ndërkaq që ka qytete të tjera janë kryesisht komuna të vogla. Po ashtu ka dhe çakollime të ndryshme që pra është në interes të kryeministit në largim Albin Kurti të vazhdojë këtë ngërsh, pasi që nuk është ndryshuar që të nënshkruajë disa marrëveshje të cilat e presin qysh në ditët e para të qeverisë Kurti 3. Mbetet të shifet të njëjtën çfarë ndodh, ne do të takohemi sigurisht të premten, dhe atëherë mirëmbëngjes.